Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se takimi mes kreut të Kishës Ortodokse Serbe, Profirije dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin nuk ishte një diplomaci fetare, por një partneritet strategjik i regjimeve autoritare që e vë rajonin e Ballkanit në rrezik serioz. Kurti e cilëson takimin e zhvilluar në Kremlin më 22 prill si tepër shqetësues dhe thotë se Kisha Ortodokse Serbe për një kohë të gjatë ka luajtur rol aktiv politik. Patriarku Profirije bëri thirrje për një rreshtim më të gjerë gjeopolitik në udhëheqjen ruse, duke përsëritur se varka e vogël serbe duke lundruar në një det të trazuar, duhet të jetë gjithmonë e lidhur pas anijes së madhe ruse. Ai po ashtu sugjeroi se qëndrimi i Serbisë ndaj fqinjeve të saj, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi, varet nga pozita globale e Rusisë, shkroi Kurti në rrjetin social X. Kurti tha se deklarata e bërë nga Profirije për rreshtimin gjeopolitik u bë para se presidenti serb Aleksandar Vučić të vizitojë Moskën. Vučić ka konfirmuar se ai do të marrë pjesë në shënimin e ditës së fitores më 9 maj në Moskë, vizitë që është kritikuar ashpër nga Bashkimi Evropian. Gjatë takimit në Kremlin, Profirije kishte cituar fjalët e patriarkut të mëhershëm serb Ati Irinej, i cili kishte thënë se varka e vogël serbe duke lundruar në një det të trazuar, duhet të jetë gjithmonë e lidhur pas anijes së madhe ruse. Qëndrimi ynë për Kosovën në Republikën Srpska dhe Malin e Zi e konsideroi dhe ndjej se varet edhe nga qëndrimi i Federatës Ruse në nivel global. Dëshira ime dhe e shumicës në kishën tonë është që në të ardhmen nëse ndodh një rigrupim i ri gjeopolitik, të jemi pranë atij rrethimi rus në botën ruse, deklaroi Profirije. Lidhur me deklaratat e patriarkut serb, një ditë më parë kishte reaguar dhe ministra në detyrë e punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla. Ajo tha se ato cënojnë sovranitetin e Kosovës dhe nxisin përçarje në të gjithë rajonin. Edhe nga Mali i Zi kanë reaguar për komentet e bëra nga kreu i Kishës Ortodokse Serbe gjatë takimit në Kremlin me Putin, duke i cilësuar ato si të papërshtatshme dhe të papranueshme. Serbia ka raporte të mira me Rusinë dhe pavarësisht presionit nga Perëndimi që të vendosë sankcione ndaj Moskës për shkak të luftës kundër Ukrainës, Beogradi nuk ka bërë një gjë të tillë. Ndryshe me 2022-shin, Parlamenti Evropian kishte shprehur shqetësim për përpjekjet e Kishës Ortodokse në Serbi, Mal të Zi dhe në entitetin e Bosnjë-Hercegovinës, pra Republikën Srpska, për ta promovuar Rusinë si mbrojtëse të vlerave tradicionale familjare dhe për të forcuar lidhjet mes shtetit dhe Kishës. Eurodeputetët përmes një rezolute e kishin dënuar përpjekjen e Rusisë për të shfrytëzuar tensionet etnike në Ballkanin Perëndimor për të nxitur konflikte dhe ndarje mes komuniteteve.